Tash edhe me votu këto tjera. Jo, një të shpej votojmë asto se kam votu. Pse mi shti tash me një tas me nda dhe vendosin pak më lartë. Po unë thash... Shka nëse pra vendosin as njëri nga ta mos me votu, si shka ndodh herën e kalume. Zonja Hajdari, nga ngërë që i dalin vesh nëse e voton vetë vendosje. Sepse unë e thash në fillim të që edhe me votu këto tjera që janë 23. Shumë e qartë. Edhe nën deputetet e listës serbe, bëjmë 52, nuk janë votat gjatë e një. Po unë e konsideroj që... Pra, pyetja është, do ta votoj vetë vendosje në kryetarin e listës serbe, apo do të hymë në blokad? Dhe automatikisht në zgjedhje, se nuk kemi kohë shumë. Në zgjedhje pa qeverit e re dhe pa buxhet. Zëshiri. Që shënjohën Albin Kurtin, kur nuk e votan kandidatin e listës Guxha. E listës serbe. E listës serbe. Për nën kryetar të kuvendit. Por duke po si vetë vendosja çdo herë çka ka thonë, nuk e ka marrë, i ka humbur fjalët e veta, i ka humbur vendimet e veta. Me dy durët kanë me votue, kanë me ndryshu ligjin brenda kuvendit Kosovës, kanë me ndryshu rregullorin e kuvendit Kosovës, që kanë me shtin paketë edhe votimin e nën kryetarit dhe këtë kanë me votu për një herë. Po ta pyetën një personalitet të shuar. Por, jo, shiqë, ata kanë me votu. Tash. Po, unë që shënjoj Albinin, edhe çka ka deklaru, edhe këtë lëvizave të vendosje, që kur nuk e votojmë kandidatin e listës sërbska, i bjem që nuk duhet me votu, por kanë me votu. E pa ta pyetën një personalitet, Zëshiri, vëmendje pak, e pa ta pyetën një personalitet të shuar për një zhvillim në Maqedoni. Thash, si do të ndikoj kjo ngjarje tek shqiptarët në Maqedoni? Tha janë 3 skenarë. Në skenarin e parë, tha, mund të ndikoj pozitivisht për kauzën shqiptare në Maqedoni. Në skenarin e dytë mund të ndikoj negativisht, por edhe mund mos ketë ndikim fare në skenarin e tretë. Si po thua, nashta se voton, edhe se voton, po edhe voton. A e voton, a se voton? Unë që shënjo Albinin, a i nuk do të voton. Por lëvizave të vendosje, këtë vendimet e veta. Albin Kurti është vetë vendosje, pyetja ime është do të votoj, apo do të na qenë zgjedhje pa president, pa qeveri dhe pa buxhet. E voton. Okej, zonja Ejupi, e voton, apo... Në zgjedhje, pa qeveri, pa president dhe pa buxhet. Kishte me qenë total jo logjike mos me votu. Kështu që unë menoj që nuk ka lidhje, a ka mi hangër fjalët e veta, as ka mi hangër... Do të ketë veprim logjik tu atë. Do të ketë veprim logjik, se s'ka asnjë logjik për mos me votu, me shku tash ti prej blokade në blokad. Unë menoj se kësaj here kanë me kalu shumë ma letë, për ashtu se ka me u bu, ashtu e kështu ajo nyja e famshme tek presidenti, Zoti Kurti nuk do të rrezikon përsëri me shku pej një ngërçin tjetër, pra ashtu se nëse opozita do ta lejojnë apo nuk do ta lejojnë me shku deri në verë me këto ngërçe, atëherë përsëri humb nëse shkojnë verë, se përsëri vjen diaspora. Kështu që këta le të zgjedhin këto punë pak më herët. Jo, nuk ka verë këtu. Ne di se shkojnë automatikisht. Në 5 marsit po zgjuan pa presidente me 12 prill në zgjedhje. Për 45 ditë shkojnë anë zgjedhje. Me 12 prill, i bie diela a fundit. Po. E di, automatikisht shkojmë zgjedhje, po përsëri mundet, skenari tjetër që po thuti, skenari numër 1... Këtu besoj mund të ketë një diskutim, a me 1 prill, a me 12, po... Arben, skenari tjetër kanë me dërgu, falj, kanë me dërgu në gjykatë kushtetuese për interpretim në qoftë se nuk kanë qëndru deputetët në salë, se me një vendim gjykatës kushtetuese... Pra ti po thua, kjo çështja nën kryetarit do të kalohet, asnjë çare, po nuk ka vendim mundet me shku gjykatë kushtetuese me u blok prolongim. Ejupi thot, do ta votoj, nuk është problem këtë çështje, kalojmë pa problem. Që ka votu mas 14 shkurtit, e kanë votu në kryetarin serb, e kanë emëruar edhe ministrin e listës serbe. E Natë Rashishin? E ke fjalën këto? Jo. 14 shkurtit e listën e nitës. Po, atëherë. Edhe kanë votu, madje edhe me votat e tyre. Atëherë është pritet edhe zyre prej tjera. Edhe kanë qenë pjesë e qeverisë. Edhe qysh edhe kanë bë pazare me ta për ligjin për pagën minimale kundër veteranëve tu që këtu kanë pas gojë. Unë nuk besoj që nuk e kanë gojë tash hiç mo. E kanë përdorur këto si kauz para zgjedhjeve me emrime ashtu ndaj vot, tash mo zgjedhje s'ka, zgjedhjet janë kry. Marrë të që kanë dorë, unë të garantoj që kanë me e votu, edhe ka me dorë Albin Kurti, mu arsyetu, sikur për bashkimin kombëtar, me thonë kushtetuta, vendimi i gjykatës kushtetuese na obligon, edhe nuk kemi çare, u dash me votu edhe votojnë. Zoti Zani? Nuk mëjmë i paramendu Zotin Kurti të votu
dikant listës sërbska. vetë, Nëse bën një gjë të tillë, atëherë ku po më jetë parimi, ai mundet me pranu vendimin e gjykatës kushtetuese, po nuk duhet me votu për zoti Kurti përderisa luftë ka bë që s'duhet me qenë dikush nga lista sërbe dhe duhet mu dobësu lista sërbska. Pra, nëse një gjë e tillë dhe shohim një votë nga zoti Kurti, që po e voton në kryetarin e komunës sërbe, për mendimin tem, kushdo që nuk e ndeshkon zotin Kurti në zgjedhjet ose edhe t'i kërkoj llogari edhe pas zgjedhje heq, atëherë nuk është një qytetar i drejtë dhe i denjtë për të vlerësuar në Kosovë. Pak parime ka Pastaj Zeshiri, pas zonës Hajdari. Unë fillimisht e thash edhe me të drejtë, sepse nuk po du me hub meritën edhe të subjekteve tjera politike të cilat nuk e kanë votuar pas jo subjekte tjera, zonja Hajdari. Të vogla, realisht pajtona plotësisht me ty këto, se të vogla, gjdo deputurën, se voton nën kryetarin e propozuar nga lista sërbe. Por besfu, po unë e konsideroj që me gjitha të nuk do të votohet, do të kthehet prapë në gjykatën kushtetuese, e njëjta është dashur ta ketë parasysh të gjë që deputeti nuk e obligon dot për të votuar për një kandidaturë të caktuar. Çfarë obligon për kryetarin? Nuk e obligon për kryetarin. E për kryeministin obligim. Tash më kërkon obligim edhe për presidentin. E tash kur vjen pyetja ti çka obligim? Një këtu panel edhe të luta shumë. Dëgjojmë gjithë, më zbërtet ta përfundojmë, mandej bërtet sa duhet. Unë e konsideroj që me gjitha të duhet dërguar tek gjykata kushtetuese për një interpretim të dytë. Sepse të qiet e ka tendencën që sa herë t'i drejtohet dikush, ajo të nxjerrë vendime tjera që binë kontradikt me njëra tjetër. Manipulimet me leju në studio nuk është. A mundesh A ka mundësi me unoj 5 minuta? Vendimeve. Ti duhet pak një kundërthonje, ja po publikut të dheve. Një kundërthonje. Leximin e dikujt. Problemi është në qytetari po të një, demhasa, që ka unë e konsideroj që në tendencë për të ruajtur të drejtat e njeriut në rastin specifik, këtë vendim cilin e ka nxjerr, e konsideroj që po shkelin një drejtë tjetër e deputetit që po imponohet për të votuar për një grup të caktuar politik. Dhe unë e konsideroj që në momentit që të votohet dikush nga komuniteti sërb, ky pozicion kish me përfundu. Unë e konsideroj që pat vullnet për subjekteve politike për të bërë vota për zotin